Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimullahu ta'ala, duke komentuar një porosi, e jep një urtësi. Ai thotë kështu: shejtani u nënçmu edhe arriti në fund të humnerës për shkak se kishte vetë pëlqim e mendje madhësi. I tha Allahut për Ademin a.s. ana khairu min, unë jam më i mirë se ai. Kurse Ademi a.s. u ngrit mbi Iblisin për shkak të modestisë dhe fajsimit të vetvetes së vazhdueshme që ja bënte. E tha: Rabbana zalamna anfusana, o Zot, ne i bëm padrejsi vetes son. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, e ti nëse nuk na fal e nuk na mëshiron, lenakunanna min al-khasirin, ne do të jemi të humburit. Pra shifni dallimin mes Iblisit, i cili me adhurimi kishte arrit grada të larta, po vetë pëlqimi, mahnitja me vetveten, mendje madhësia, nënçmimi i tjerëve e çoi aty ku është sot Iblisi, njeriu krijesa më e urryer në botë. Krijesa model edhe shembull i të keqes. Kurse Ademi a.s. megjithëse gaboi, për kur gaboi tregoi kërkimin e faljes, për uljen, modestin, edhe i atriboi gabimin, gjunohin vetvetes së tij dhe kërkoi falje nga Zoti i vet. Andaj porosia dhe mesazhi nga ky krahasim është ky: pa marrë parasysh çfarë grade arrin në dituri, çfarë grade arrin në adhurim, çfarë grade arrin në vepra të mira, kur mos i lej vetes të kesh vetë pëlqim, të mahnitesh me veten tënde, të bëhesh mburravec e mendje madh, Allahu na rujt. Çdo herë trego për ulje, trego modesti, kërko falje për mangësit, për dobësit, dhe dije se sado që bën mirë, këtë të i bën mendimin në Allahu dhe për krahin e tij, dhe se jotja nuk është asgjë për asaj që e bën, madje është shumë e vogël krahasim me të mirat e Allahut xhelal. Pra, kjo e mashtoi Iblisin dhe ku e solli, kjo e ngriti Ademin dhe ku e solli. E tash unë edhe ti, bijtë e Ademit, o do ndjekim rrugën e babës tonë, e të kërkojmë falje për mangësitë tona, o do ndjekim rrugën e armikut babës tonë dhe armikut tonë shejtanit, e do mrim ku ka mri ai i mallkuari. Allahu na udhëzoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.